Rreshtet e dëndura të Dëborës, Tuhit dhe Orteqet prekin një pjesë të territorit të zonave malore të qarkut Shkodër. Aksi Hanihotit Vërmosh gjatë gjithë pasdites së të shtunës e deri në orët e para të mëngjesit të së dielës ka patur rreshtet të dëndura Dëbore shoqëruar me erë të fortë në lartësi mbi 700 metër. Trestia në qafen e Predelecit arrin në 80 cm për shkak edhe të uljes së temperaturave. Në të gjithë aksin rekomandohet lëvizje me goma dimrore, ndërsa në pjesën e qafës së Predelecit gropat e selcës dhe gëzimi Vërmosh dogan me zinxhir pasi era e fortë sjell nga skarpatat Dëbor. Rruga drejt Thethit ndërkohë prej mbrëmjes së të shtunës vijon të jetë e bllokuar dhe nuk lejohet qarkullimi. Gjatë natës ka patur rreshte të dëndura Bore dhe Orteqe. Era fort në qaftore ka bërë që trasësia e saj të arrijë në pikat caktuara mbi 1.5 metër, po punohet për hapje në këtij aksi. Në bashkitë Puk dhe Fusharës raportohen gjithashtu rreshte Dëbore nga 10 në 15 cm. Trashësia e Dëborës ka arritur mbi 10 cm në qytet dhe 25 cm në lagjet dhe në fshatrat e qytetit të Pukës. Drejtoria e shërbimeve dhe emergjencave civile ndodhet në terren bashkë me burgpastruesit dhe fadromin për hapjen dhe pastrimin e rrugëve që të jenë të aksesueshme për mjetet, gjithashtu dhe për kriposjen e tyre. Gjej rastin që bëhet thirrje shoferëve, pajisin me zinxhirë dhe goma dimrore për të evituar aksidentet.